Fred? Ajo që duhet të bëj një parantezë duke dëgjuar zotin Kikia është që nuk është thjesht një vullnet i Bashkimit Evropian që ka çelur apo ka hapur negociatat, se kështu ngritën sot edhe nesër e dhan këtë lajm. Duhet kuptojmë që nga 2013 dhe deri më tani ka shoqëruar Shqipërinë një proces reformash apo një proces zhvillimeve që ka të bëjnë kryesisht në aspektin ekonomik, në aspektin social, në aspektin e reformës së drejtësisë, por mbi gjitha në modelin e vetë qeverisjes qoftë vendore po asaj qendrore. Pra atij modeli qeverisje që ka një shpresë që Shqipërinë tjetë brenda për ata që Shqipërinë drejt standardit të Bashkimit Evropian. Po të dëgjoni deklaratat e Marta Kosës ose deklaratat e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, progresi që ka bërë Shqipëria në luftën ndaj korrupsionit, në luftën ndaj informalitetit që është më e rëndësishme, në luftën ndaj zhvillimit të pronës, apo në luftën ndaj investimeve, apo në luftën ndaj drejtave të qytetarëve, ka qenë një progres i jashtëzakonshëm. Po çfarë ka ndodhur pra që është zbehur entuziazmi i kryeministrit apo çfarë ka ndodhur? Absolutisht. Duhet të kuptoj, kemi një armatë individësh ekspert, unë jam edhe pjesë e procesit, që janë vazhdimisht dhe bëjnë raportime në Bruxelles për çdo kapitull të cilët ne kemi hapur. Për secilën është kjo që thotë Kikia është kaq serioz procesi? Absolutisht është shumë serioz. Dhe nuk ka nuanca politike këtu? Nuk ka nuanca politike, ti ke deadline, ti ke kushtet që të janë përcaktuar, që ti parafrohesh, siç e tha dhe zoti Spaiu, standardeve të Bashkimit Evropian për çdo fushë jetësore të saj. Dhe për shembull më lejo që unë të etiketoj për shembull një nga fushat, për shembull siç është mbrojtja sociale apo siguria e drejtave të njerëzit, që nga Bashkimi Evropian apo nga komisionerët kur neve bëjmë raportimet, kanë një kënaqësi e zakonshme kur neve na dëgjojnë dhe në progresin që kemi bërë lidhje me këtë fushë, në lidhje me zgjerimin e shërbimeve, diversifikimin e tyre, apo dhe njëherëzi mbështetjen e. Po ne nëse jemi kaq mirë atë pse nuk hapet, nuk ikën trau, se këtu kemi ngecur të trau. Dhe në momentin që ka kushte, ti duhet negociata për të hapur, ashtu siç kanë qenë shumë të vështira për të hapur, por janë shumë të vështira për të mbyllur sepse shoqërohen me reformat dhe pjesa më e madhe e reformat janë reformat që janë dhe legislative që do të takojnë Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Okej, Alfred, mbetemi te ky pra. Për ju procesi është normal, nuk ka humbje kohe, nuk ka pezullim. Janë çdo ditë duke punuar me Bashkimin Evropian, janë komunikim intensiv, raportim çdo javë. Pra është një punë e mbi ngarkuar ekspertëve dhe teknikëve. Po si ndodh ky proces? Vin ata këtu apo shkoni ju atje? Janë raportim, shkojmë dhe ne atje, dhe ata na dërgojnë, jemi vazhdimisht. Se jam shumë kurioz dhe përfitoj nga mundësia, pra, ju marrin në pyetje apo thonë këtë? Absolutisht në pyetje, në lidhje këtë kapitull ku kemi ecur. Ka deadline, ka kritere, ka piketa, ku jemi me këtë objektiv, ku jemi me këtë strategji, për shumë për çdo strategji që ne kemi aplikuar dhe janë të miratuar nga parlamenti, ku je në fazë të strategjisë, në fazën e kësaj pilotimi, ku je me këtë shërbim, ku je me këtë buxhetim, pra ka pyetje të ndryshme dhe pyetje diversifikuese, njëherëzi që bëjnë ekspertët që të mendojnë shumë mirë që Shqipëria po vazhdon dhe është në linjën e asaj të cilit raporton duke bërë verifikimin asaj që raporton me atë që terren.